Qytetar, dëgjoni, sidomos ju pensionistat jenë fund. Në mandatin e 4 ne do ju bëjmë pensionet 24 orë dhe ujin 200 euro. Premtimi i dytë që ju japim gjithë pensionistëve. Kush pensionist bëhet baba në pension, do i ketë rritjen e fëmijës nga Partia Socialiste. Dhe për gjithë ata që nuk bëjnë dot fëmijë, do marrin femra pjellore nga Filipinet dhe burra pjellor nga Tajikistani, Afganistani, Kazakistani, gjitha këto andej, dhe popullsia Shqipërisë do shkoj 10 milion banor. Leoni t'ju kujtoj sa i kollajt ishte mandati parë. Ja. Por ne të kollajt patëm dhe mandat në dytë. Shikoni pa. Kollajt e patëm edhe mandat në tretë. Shikoni sa të kollajt do e kemi mandat në 4. Wow. Nuk e di çfarë ditë shënuar sot, më në fund ne të dy jemi të kombinuar. Jemi fiks si që duhet jemi në pranverë, një bizele, princesha e bizeleve dhe një trangull 2 metrosh. Jo, tani mund të themi që jemi kolauduar shumë mirë me njëri tjetrin. Jemi mirë, për momentin jemi mirë. Të dashur miq, episodi sotshëm fillon dhe përkon me të premten e zezë që është dita kur të krishterët kujtojnë sakrificën e Jezu Krishtit për mëkatet që bëri njerëzimi. Për 2 ditë është Pashka, kështu që paraprakisht ju urojmë gjithëve gëzuar Pashkë. Vetëm se me sa duket Flor, këtë Pashkë, veza, që është edhe një nga elementët më të bukur edhe më kuptim plot të festës, do t'jetë me pakicë. Pse? Pa. Po është rritur çmimi, mos ke marrë vesh gjë ti. Po si janë më vezë pule, janë vezë dallën dyshe, ose ku diun vezë dinozauri, që janë me pakicë. Po, nuk është vetëm ato problemi me dyna. Po a ke parë sa ka shkuar metri katrori kotit të pulave më? Duke filluar nga 1.000 euro. Çmend edhe pula. Tani që po e mendoj, po prandaj ka plasur dhe gripi pulave. Po normal të marrësh 200 pula, ti fusesh me guzhin, po çfarë preti, normal të smuren ato. Jo, po nuk bën këto gjëra. I doli shpirti pulës shkret. Nga 20 kokra në ditë 50. Që paguën kësi. I ka kështu me interesa progresive. Pici në artë. Po që boni mërë njërës? Pasaj. Po që boni mërë pula? Po gjini shkret. Po zbret në tok i shkreti. Gjeli si për pullave. është piruar. Jam bërë ka më gjeli si futbolist. Pasaj. A ke parë më dojna që kanë filluar shesin vest hapura.
shkojnë familjarë, na bëj 3 të bardha të lutëm, edhe një të kuqe për motrën, kurse për burin një lëvozhë, se bëjmë sup lëvozhge. Nuk ka rëndësi është me dietaj, por ndërkohë që të krishterët ndiznin qerin gjatë kësaj jave të shenjtë në Gjadër, po ndizej gjë tjetër, sepse media italiane raportojnë që refugjatët e sapo ardhur nga Italia kanë shpërthyer në revolta. Nami. Më fal. Nga i din ata ndej ç'a ndodh këtej, se këto media tona këtej nuk din gjë se ç'a ndodh këtej. Po jo, po se kjo këtej, në fakt është andej. Pra, do më thënë, nuk është këtej, është andej. Është e tyrja pra, është e tyrja. Media tona nuk e kalojnë dot kufirin me Itali në Gjadër. Kështu që janë rregull ata. Gjadro. Gjë që më bën shumë përshtypje, u dëshën vinë refugjat nga jashtë, që s'janë as refugjatët tanë për të sjellë një çik aron proteste. Po ne jemi mësuar, jemi mirë, jemi gjys aty në kafë, mirë. Dhe çudi trishtë, nesër në kësaj protesteve të emigrantëve, Greqia thot gjithë ky det ishte imi Lali. Detaj. Po, detaje. Detajet vogle. Sa detajet vogle? Do Greqia një pishim personale. Pse mos e japin? Pastaj edhe një ngarkesë tjetër themur me emigrant dhe urzu qeveria. Ndërkohë në nisjen zyrtare të fushatës për zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit, në redaksin ton lindi një pyetje. Çfarë ndodh me jetën e një politikani gjatë periudhës së fushatës? Se kam përshtypjen duhet jetë patjetër shumë e ngjeshur. Për të marrë përgjigjen, ju qepëm liderit të opozitës në një ditë të zakonshme fushate. Jemi mësuar ta shohim nëpër konferencat për shtyp, takimet me qytetarët, intervista televizive, mitingjet jashtë shtetit brenda shtetit, në 4-8. Por çfarë ndodh vërtet në prapasket duke filluar që nga mbledhjet e mëngjesit dhe deri tek rituali që ndodh para gjumit? Dhe më e rëndësishmja, ku e gjen gjithë atë energji mor zot? Po nuk e di, do të thënë, e more vesh kryepiranjës tonë, që e ka ndjekur, Taulanti. Taulanti u nis të kërkonte një motor. Po? Por u firu. Po ku ma gjetin me ja marrë shpirtin e tim, Jo, e disha më tha, imagjino tha ta ndisha për një javë, tha. Kisha, nuk vija më në punë. Dhe i pjatoreqen, si s'bëjsha më njëri njërë. S'do njëri më pasaj. Të shojmë tani se si është të kalosh 24 orë me kryetarin opozitës Sali Berisha. Jam Sali Berisha. Udhëtimi në 8 dekada dhe ngjitja në majën më të bukur të jetës time, ngjall më shumë se çdo gjë tjetër, mirënjohjen e pakufishme ndaj qindra mijëra, po dhe miliona shqiptarëve që gjatë gjithë këtyre viteve me mbështetjen e tyre kanë qenë frymëzim i pashtershëm për mua. Sali Berisha është lideri më i gjatë në politikën shqiptare të post-diktaturës. Me 35 vite karrierë politike, ai mbetet padyshim një lider dominues në jetën politike shqiptare. Përtej kësaj, me 81 vite mbi shpinë, ai është le të themi përtej të zakonshme së bashkëmoshatarëve të tij. Për të kuptuar më mirë dinamikat e një dite të Sali Berishës, ne sot kemi vendosur ta shoqërojmë atë nga mëngjesi, ora shënon tani 9:10 minuta, ku jemi në rruga e Salës, siç quhet, ose rruga Mustafa Matohiti, do të ngjitemi në shtëpinë e zotit Berisha dhe do të ndjekim atë për një ditë të tërë, nga mëngjesi deri në darkë, duke ndjekur gjithë dinamikën, lëvizjet e tij, fjalimet që do mbaj, takimet, daljet televizive, gjithçka pra në një ditë të vetme. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë, si kaloni? Si kaloni? Mirë? Doktor? Mirë se. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si je? Si jeni? Mirë? Faleminderit, mirë, shumë mirë. Uli këtu për një kafe apo gaz? Po rrim 5 minuta. Po patjetër. Ta kemi mësy shpinë sot, e? Mirë se erdhë. Shumë kënaqësi. Kënaqësi për ne që jemi këtu. Sot kemi plan me të lodh, me kalu një ditë gjatë. Ta shohim kush do lodh shokun. Vetëm për ecje mos u marr për sa. Jo, e? Për ecje. Para të programin e ditë, unë u tremba për veti, thash. Qa do bëjmë sot? Ashtë i ngjeshur pak, po. Kadar. Fushata është kështu i ka. Fushat koha është e ngjeshur shumë. Me gotë konjak para kafe se keni. Faleminderit.
Unë as kafe vetë, unë s'pi kafe, kur? Ta se po gjej ato poezite e Seninit këtu. E di, atë do t'i thosha kameramanit, ma datë pjesë atje masat sa e kolonës fundit, as më su afra. Ashtu si që shfërmuj ajo e fundit, ashtu shfërmuj tavolina ku punon Zaliu, ku i gjenë letra, ku i duar, në? Pa një rëmuj që edhe mjerë, po përse mjerë sa regulloj. Jo, do në rëmujën e vetë. Rëmujën e vetë. Aty ka një rregull që e njoh vetëm unë. Jesenin e ke lexuar. E kam lexu poezit. Poetët rusë janë vërtet nivel shumë i lartë. Kanë një gjenerat, po kanë dhe tjertë, kanë poet të mdhej kanë. Ata patën një histori dramatike në tërsinë e tyre, sepse bën kapërcime. Edhe ato kapërcime i shprehen në poezi. Por ky si lirik ishte një nga lirikët më të mirë që mund të ekzistojë. Shqipe kanë përkthyer mirë shumë. Unë e lexoja rusisht atë, po shiteshin këtu vujmet e tij. Jo, unë e kam lexu nga Jorgo Blaci. Përkthyer shumë i mirë. E ka përkthyer Jorgo Blaci, ka përkthyer Agim Shehu, kanë përkthyer, nuk ishte shumë i lehtë për zgjedhja e poetëve dhe shkrimtarëve për t'i përkthyer. Kishte censur. Por ky lirik u lejua dhe e kanë përkthyer disa. Edhe Korbin e kanë përkthyer disa. Secili ka menduar se mund ta përkthej më mirë. E ka përkthyer Noli, e ka përkthyer Luarasi, e ka përkthyer Vedat Kokona. Vedati, po. Te Korbi, për mua Skënder Luarasi e ka më përkthim më të mirë. Se kam lexuar. Më i miri. Fushata si po shkon? Fushata ka një shpërthim të papërmbajtur entuziazmi, i cili e shoh që po çndrohet në një ortek fitorie. Kur bëra ato takimet në diasporë, përjetova mitingje të harruara që nga vitet 90 dhe mendova se këta e kanë mbajtur brenda mallin, pakënaqësinë e të gjitha me edhe ky shpërthim. Por kur filluam këtu dhe pash Elbasanin, pash hapjen e fushatës, paraqitje programi dhe dje Durrësin, e shoh që Shqipëria ka një rikthim të fuqishëm. E përgatitur vetë, me qënë se kapës doni, pjes doni, është nga shtëpia. Ka dur tuja kjo, Faleminderit. 12 vite i kushtuar Shqipërisë më shumë se çdo pushtim në kuptimin e asaj që sot ne kemi rënë në popullatën e viteve 60. Pra, kemi humbur më shumë se gjysmë shekulli shtesë popullate, është gjë jashtëzakonisht e rëndë. Duhen një politikë fuqishme demografike dhe rikthimi. Ky largim masiv ishte i dëshuar për të, sepse ky e dinte që këta njerëz kishin pakënaqësi dhe po iknin. Një i pakënaqur për të ishte më mirë larg Shqipërisë se në Shqipëri se ishte vot kundër tij. Në një aspekt është një lloj genocidi, por çdo e keqe ka një fund, kështu që edhe fundi i Edi Rams po afron. Po afron. Ajo që i trembem janë vetëm to grupet që ju i përmendni shpesh, domethënë. Këto mund të dëmtojnë. To polvizin, por unë ja u bëra duhet kujdes me to. Çdo votë bler do ushtrohet në Vitburgu. Dhe do bëhen, po bëjnë, se e shofur që janë aktivizuar gjatë 3-4 prej tyre, 2 në Durrës, edhe ky Elbasanit dhe këta Bajrët do kenë probleme shumë të forta. Raportin më të shkëlqyer të jetë si me e kam me gjumin unë, i cili është aleati absolut i imi. Unë kam gjumë pa ëndra, me një fuqi rigjeneruese dhe të shplodhëse të çuditshme. Aleat sepse bën gjumë të mirë, kjo është ideja. Po, e bën koncentruar. Gjumë i koncentruar, Dhe kur kanë në drejt për shumë, për në 3 çerkore kohë. Më vjen atë 40 minuta. Më ka dhimbur gjithë jetën. Edhe po s'mori, nuk mërzitem, lexoj, e marr me të mirë, dhe ai merr me të mirë. Të nesër zgjon fresk. E trajtoj, bravo, e the bukur. Ndërkohë unë po provoj reçelin nga dora e zonjës Lili. Është më mirë se reçeli fikut. Këta shumë i mirë për mend, Unë kujtova sa fikut i herë, po ja. Hajde, gëzuar pra, mirë seld. Nuk më shindurt. Si kaloi dita, doktor? 11 muaj këtu? E vështirë, Privacion liria. E vështirë, sigurisht. Për kombinimin e veshjes, kush mendon mjes? Zaliu ka vetë shumë shije. Njeriu më me shije që kemi, e pyesim për gjëra që më të veçanta, është shkëtzeni, edhe abi. Do të dy, domethënë, po kontrollin e fundit ja jep gruaja. Dhe në mungesë të Lilit, Arti. Nipi. Nipi.
Olanda Angela Koma, Olanda PD-s aty të... Atë është ta lej, nuk e Aty? që pa aty është. Unë do të kisha dashur me dalë për këtë dritarje. Jo, e hapen atë dritare, edhe duket flamurë. Se kisha plan me shkuja me fadi. Si duket nga lart gjëja. Atëherë, kjo është dritarja ku zoti Berisha për 11 muaj përshëndetej me mbështetësit e Partisë Demokratike, mbante fjalimet e tij, ti quajmë historike, sepse kanë mbetur vërtet në histori për mënyrën se si u bë opozita në atë kohë dhe se si zoti Berisha bënte opozitë nga kjo dritare dhe nga kjo dhomë. Këtu është ende flamuri i Partisë Demokratike, që qëndron si dëshmi e një opozite që bëhe nga kjo dritare dhe nga kjo rrugë, rruga e Berishës që quhet tashmë, ose rruga Mustafa. E shpresës, jo e Berishës. Rruga e shpresës, të lutem, zoti Berisha. Të lutem, mos e ngatro. Ka që pak të më hërë basyrës. Atëherë, miru pafshim. Miru pafshim. Sot e kuplonë? Po, as dite. Sa kja dyshë në darkë. Po. Programe. Miru pafshim. Yes. Kemi të qatë. Kastalia jemi, Sapo jemi nisur nga shtëpia e zotit Berisha, ndalesa parë është seria e Partisë Demokratike, ku doktori do të ketë një takim me stafin e tij më të ngushtë, do bëjë disa takime të tjera për të vijuar më pas me medaljet në terren. Mëngjes Trajane. Mirë mëngjes. Si u gjitë mirë? Mirë, si jeni. Hajde. Për tek shtabi direkt, se kemi tek shtabi i madh, tek salla e kryesisë. Shumë mirë. Një telefonat dhe pastaj... Si jeni? Mirë, si kaloni? Faleminderit. Ditët e para të fushatës dëshmojnë për një entuziazëm dhe energji pozitive të paparë, e cila do të frymëzoj, të largoj lodhjen nga çdo njeri prej nesh. Themelore, më e rëndësishmja në këtë fushat mbetet takimi me qytetarin. Ledhja parë e zotit Berisha në selinë e Partisë Demokratike është me shtabin qendror të fushatës. Ne duhet të dalim, është një mbledhje mbyllur, duhet të presim për jashta për të vazhduar më pas me takimet e tjera dhe me etafat e tjera gjatë ditës. Nga Irlanda, Iva Grillo. Hajde, gëzohem shumë. Përshëndetje. Është klasi e veçantë dhe mbështetje reale, sepse njerëz me reputacion të plotësuar në çdo aspekt janë ata që do donin shqiptarët ti përfaqësonin. Unë me shumë bindje e kam vlerësuar këtë vit si viti i diasporës. Po? Ja, një minutë them unë po. Një sekundë, lutem se ka takim. Doktor, përshëndetje. Mirë se vjen. Mirë se gjitha, doktor. Ky është lajmtari i fitores. Falenderoj për vizitën.
edhe për mbështetjen shumë të çmuar. Sot e kam filluar ditën me këta, po. Mirë, mos e të qenë mëngjes më kanë ardhur në shtëpi. Piranja. Mirë. Karikum gjithë, Do zoti shpërblet gjithë. Shef entuziazëm. Tava. Entuziazëm kam apo shana nuk. Vjen këto pisliqe të këtyne. Unë është duhet me i bëm kështu buroj. Po. Hajde. Si e? Hajde. Doktor, mirë, ju... Mira, si e ti? Mirë, ja, në terren në fushat. Bravo. Kam një mik i cili ka 2 vjet që ka emigruar, është 20 vjeç, është sot në Itali. Dhe ka 1 vit që më kërkon me pa durim, a ka mundësi një video me doktorin... Shpejt. Turoj thep, doktor. Për shles dhe të përqafoj besi, si e? Gjithashtu dhonë, si e, si të ka. Mirë, faleminderit. Presim ndryshimin, vetëm me njisha. Bravo. Të gjithë jemi njisha. Jemi njisha. Në pafshim. Kalofshim mirë. Intervista me Keshton Rani. Me një gazetare gjermane. Pas asaj një deklarat, doktor, shkurtër, deklarat e konferencë. Dakor. Tani të tretë. Mirë se u gjeta. Edhe ju rujt zoti, edhe ju. Faleminderit. Ku jeni? Hajde mirë. Si jeni? Mirë se u gjeta. Si jeni? Prisi mos i shtyri njerëz davash. Përshles. Rofsh, faleminderit shumë. Mirë se u gjaj. Si jeni? Hajde mirë, faleminderit shumë. Je diaspor? Diaspor. Edhe po insiston të takoj Po, sepse është era 2 që takoj njerë më ka ardhur, ku kam qenë në dyqan të QTU-ja. Edhe më ka ngel shumë përshtypje dhe i bën që duhet të takoj edhe një herë tjetër dhe kam shumë dëshirë të takoj. Ku jetoni? Në Itali. Itali. Jeni bashkë me bashkëtorën italian me sa bashkë? Po, kështu që unë do jem shumë e lumtur të takoj edhe një herë tjetër. Ndërkohë jeni regjistruar për votimin atje? Po, normal që jam regjistruar për votim, kështu që Okej. Atë po presim zotin Berisha. I bën domethënë që është gjithkohë se kam, edhe pse jetoj jashtë, gjithkohë se kam votuar, kështu që do vazhdoj ta votoj gjithkohës. Nuk ndryshoj. Edhe s'kam për të ndryshuar ndonjëherë. Doktor. Kam nga diaspora për ju taku. Me kresit madhe. Është 2 herë që takohemi. Zohem zonjë, si jeni? Zohem dhe unë për juve. Ala me djemë mor qatë bukur, shpejt, mor shpejt. The best of the best. Të bukur shumë. Beautiful. Orime fitore. Faleminderit, si jeni? Mirë se erdhëm. Mirë ditë e mirë se u gjën. Si jeni? Ajni mirë. Vetëm duhet të takoj, Me kënaqësi. Shëndet, kam qenë kolegja juaj infermiere, jam pensioniste. Gëzohem shumë. Përshles, si e? Ekselent nusja, iku në Gjermani, aroj imazherim. Në vend që të dinte ajo në punë, vajtja i paft. Ne duam vetëm drejtësinë. Respekte. Si e? Respekte, mirë. Faleminderit shumë. Edhe unë për ju shumë respekt. Ishte shumë kënaqësi për mua ju të takoj me ty. Edhe unë kam kënaqësi. Shnes. Mund ta bëj një foto t'ju. Me kënaqësi të madhe. Gjithashtu. Lash zoti shnet. O zot. Edhe ju. O zot. Do bëjmë gjithçka. Faleminderit që. Kemi arë pas të fatja për Belgjikën dhe desha një foto për qunin. Me kënaqësi. Murime i fitore Fitore. Ju falenderoj shumë. Po bëhet rreth një orë që zoti Berisha po takon tregtarët këtu në tregun e medreses. Ai po ndalohet një për një me gjithë, le të themi pa përjashtuar asnjë, duke i dhënë vëmendje të gjithëve dhe duke diskutuar me ta gjithë problematikat që kanë si të jetës së përditshme ashtu edhe të tregtisë që ata bëjnë. Ndërkohë, bashkë me të janë edhe grupe të tëra qytetarësh që e shoqërojnë gjatë gjithë kësaj lëvizje, duke kërkuar takime, duke kërkuar fotografi, shtrëngime duar e tjerë. Me fitore. Me fitore. 4 vota kam shpit, 4 tuja.
Qa morë? Si kalove? Mirë shumë, shie, isha në treg, shieni për shtetje, si shkoni, zonë shumë. Mjek në Frankfurt. Mirë shumë, shumë faleminderit. Miru pafshim, si kalove? Mirë, jo më mirë shkoj. Miru pafshim. Gërgelës, ku je? Mirë. Shie. Mirë. Qa bukurosh, këta morë në të bukurit. Of. Ha? Fitore. E kam gjysher unë, e kam shumë shoqe. Shumë shoqe e kam. E ka parë. Gëzuar, fitore. Falemderit dhe gëzuar. Ka qenë në gjithë aktivitetet. Shumë falemderit. Të bukur shumë. Fitore. Fitore. Deri në këtë moment kemi jetë 2 orë pa 10 minuta, doktor. Fillon me më lodh kamt. 2500, nuk janë shumë. Do vazhdoj. Do vazhdoj pa tjetër. Je lodh apo akoma? Jo, nuk ka lodhje në fushat. Alfred? Gjermani është këtu. Mirë atër, të vi Gjermani? Ta sjellim Gjermanin. Po, dakord. Thank you. Apologize for being late. I was late, but I haven't. No worries. You're a busy man. Please. What is the goal for the election for you and your party? These elections are very fundamental for Albania. Albania today is a narco state. Have a nice day. Thank you. Have a nice day. I ngarkuar. Pas një takimi me dhjetra biznismen në tregun industrial, gjeta aty një situatë dëshpëruese. Por nga ana tjetër konstatova me kënaqësi se programin e Partisë Demokratike për biznesin e vogël ishte pritur shumë mirë. Edhe faleminderit. Atëherë zonja është paradhoma, sekretarja, ndihmësja, të gjitha bashkë e doktor Berishës që nga viti 91. 91. Tani shpejt, ti bëj kështu si raportime. Para një kohë. Takimet e zotit Berisha në zyrën e tij vazhdojnë të njëpasnjëshme me një dinamik të jashtëzakonshme, mund të themi. Tashmë ora shënon gati 3 dhe vazhdojnë të vinë dalin njerëz si nga drejtuesit e lartë të Partisë Demokratike, por edhe qytetarë të thjeshtë. Ç'kemi? Si je? Si dukesh? Çka ke bërë? Mirë fare. Top fare. Doktor, përshëndetje. Si je? Top fare. Këndoqa dhe këtë regu? Shumë mirë, të 4. Nesër kemi takimet e mëdha, jemi kënjësia 5, kemi me të paktën 600 veta vetëm të njësisë 5. Në Vajqar do të kemi rreth 400 vetë. Mirëdita, doktor. Mirëdita. Si ka duar? Një vlerësi shumë pozitiv programit dhe ajo që bëni të shkëlqata i shitit formu. Unë mendoj që kjo lloj fushate e ka shtyrë dhe ato që na vjedhin programin. E kemi detyruar në një farë mënyre. Phil, hi. Please. Chris, we are here with the full team. So we have Dr. Berisha here with your team here working. Hey guys. Hey Chris. Good to see you. Great, Chris. I was just watching some of the clips from the weekend, and the guys did a really good job putting that stuff together. And there's a lot of good videos out there. Okay. See you guys. See you. See you, Chris. See you, Dr. See you. Bye. Ja, doktor, openbaar. Bye. Thank you. Opa, në gjithë e shkon, doktor? Yes, e pritëm doktorin të ascensori, kur
Mori drejtim tjetër, shkallat. Hajde ta provojmë herë. Na myte me këto shkallë, doktor, na myte. E pëlqej shkallën unë. Është shumë e mirë. Hajde. Mirësona. S'kalove. Mirë, shumë mirë. Rutina e përditshme kjo është pak a shumë, Solidarizim me Saliun, solidarizim me gjithë këto problemet e kohës të shqipës fushatave, po, mirë, unë se kam lëkë për punën, vazhdoj. Se ma vetë. Atëherë që do hamë sot, doktoresha? Sot kemi shpile, qofte zarzavate me gjitha. Tipike shqiptare, Me gjitha zarzavate. Po ishte koha si për shi sot. Zakonisht në atë kohë kështu të zymt, groshët hajë. Groshët për zymësi. Sa po kemi zbritur nga shtëpia e doktorit, kemi një orë të lirë, pushim, për të rikthyer më pas në shtëpi dhe për të vazhduar rrugën drejt Fierit dhe Vlorës. Nuk kemi patur ndonjëherë fillim të tillë. Dhe ky fillim nisi në diasporë. Kjo frymë që ekziston është frymëzim i madh për ne, që ne të punojmë. Dhe u kam besim të madh se me punën tuaj, angazhimin tuaj, ju do t'i bëni surprizën më të mirë opozicës, Shqipërisë dhe shqiptarëve në datën 11 maj. Mu duken shumë entuziast këto Shumë mirë të Fierit. Ku do ka një entuziazëm, ku do ka një optimizëm, po rritet shumë nërgjegjësimi i njerëzve në dështimet e tmerrshme 12 vjeçare të këtij regjimi. E njihni këtë personazhin, presidenti Salvatorit? Po, e njoh, i famshëm. Famshëm. I famshëm. Ky arriti ta mposhtë mafjen, korrupsionin, çdo gjë. Ka bën një betejë të fuqishme. Pa diskutim. S'ka gjë më të fortë se ligji. Në 2005 Shqipëria sundohej prej tyre. U deshën 16 muaj për të vendosur para ligjit 206 grupe dhe organizata kriminale, duke arrestuar mbi 1050 bosh dhe ushtar të këtyre bandave. Nuk i reziston asgjë ligjit dhe sidomos krimi organizuar në qoftë se nuk ka mbështetje politike. Ndërkohë ne po shkojmë drejt Vlorës? Po, aty priti takim shumë i mirë, i ngrohtë, siç e shef ka një elektrizim të atmosferës. Berisha! 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 Doktore, je i pavdekshëm, je i pavdekshëm! Doktore! Bramarim! Kush komunista! Doktorin tonë të mrekulluar që Sali Berisha. Qytetet posapisura, fshatra që po zhduken nga harta, ku shëndetësia është një mirazh. Por edhe në Vlorë është një mashinë tjetër në qarkun tonë. Në çdo individ, qytetar. Milionit në pak për të shtetin jashtëzakonshme.
Është e çuditshme se si, mas nuk e di 13-14 orëve, vazhdon me të njëjtën energji si në mëngjes, domethënë. E njëjta energji edhe tash. Madje zëri është ngritur, mund të gjitha thirrjet. Fitore! Nisha! Të gjithë jemi nisha, mo nisha! Doktor, mirë? Mirë? Shkëlqyr, në lumë. A u lodhe? Jo, ka pak. Gjithë kjo dinamik, gjithë kjo ditë në kume, është e për të përcjallim deri aty dhe po të mresim pastaj për etapën e fundit. Në 11 kam një... Në 11. Regjistrim apo direkt, ta pysh njerë. Po, gjithsesi ashtu te afër. Po, afër këtu është. Ora shënon 23 pa 5 minuta. Dhe jemi nga ora 9 të mëngjesit me zotin Berisha, i cili tashmë ka etapën e fundit të kësaj dite mjaft të ngarkuar, ku do të shkojnë në një stacion televiziv dhe atje do të intervistohet. Momenti i fundit ose etapa fundit është në studiot e A2CNN, ku do të zhvillojë një intervistë, edhe pse ora është kaq e vonë, do të jetë një intervistë ndoshta një orëshe dhe do ta mbaroj rreth orës 12, një ditë mërësisht e ngarkuar, e cila sinqerisht na lodhi të gjithëve, por me sa duket doktor Berisha në këtë moshë 81 vjeçare tashmë, duket se ka energji akoma për të vazhduar ditën. Ishte shkur pensios me jam dhe në shoqës, ishte shoqja ishte dhe në fëtërin kosmik, për turizm kosmik. Se ku ka një mueste, një soqeva. Shpesi që të kem edhe së shtorë. Nuk ka asjes. Por sot në vitarën e rumjes është një nga emrat më të njohur të skenës politike të vendit, ish president, ish kryeministër dhe për shumë tonë një figurë që ka lënë gjurmë në çdo dekadë të tranzicionit. Ai është sot në një pozicion pa precedent, një lider në opozitë, por edhe personën e tim, deri para pak muajsh në listën tim. Pak kush e ka besuar kur i kam thënë doktor që ju kam të ftuar sot në orën 23 pas takimeve që ju keni pasur me biznesin e vogël në Tiranë, më pas prezantuat kandidatët në Vlorë. Pyetja është ku e gjeni gjithë këtë energji? Natën e mirë. Sigurisht ka tregu që kemi qenë shok banke dhe shok klase për i poshtë. Natën e mirë. Ku do në foton? Bashko në të dy dhe ta kemi se të shes me në të njës. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Natën e mirë. Faleminderit dhe ndjes që të lodhë. Jo, as pak. Unë nësi. Patek në shi. Alfred, kujdes aty? Pa, nësë. Tash kemi në i takim tjetër, sonte? Doktori, një orë me telefonin dhe pasaj me gjumin. Po, telefonin, po, e kam atës. Natën. Fitore. Në pafshëm, fitore, faleminderit. Natë e mirë. Doktor. Natë e mirë. Përshëndesim. Ishte kënaqësi e madhe shumë do. Si, na ke lodhë mirë sot? Së Shinesi Piranja kemi dëshirë të bëjmë këtë dhuratën, që është kollarja jonë, që është fatësjellëse. Kjo është vërtet fatësjellëse dhe shpresojmë ta vendosim si kryeministër. Shumë faleminderit, unë po e maj dhe po e vendos ditën e parë. Faleminderit. Faloj shumë faleminderit për këtë. Natën e mirë, pak. Natën e mirë. Sapo kemi mbyllur një ditë vërtet të ngarkuar dhe të lodhshme, në të cilën Sali Berisha ka takuar në zyrën e tij 34 persona. Ka bërë më shumë se 4000 hapa, rreth 330 kilometra me makinë, ka bërë takime me qytetarët në treg dhe më pas një konferencë shtypi, 2 mbledhje me shtabet në Tiranë dhe në Fier. Një miting në Vlorë ku ka folur për 35 minuta dhe në fund një dalje televizive në mesnat, ku zoti Berisha foli për 40 minuta. Dhe imagjinoni, ky ritëm deri më 11 maj vetëm do të shtohet. A është normal ky 81 vjeçar?
Bët gjatë punu, ja? Këto janë zakonisht ato partit pas orës 4 të mëngjesit, ato. Edhe 11 natës, orë shumë mirë. Tani dojna, kush mendon se ai kaosi i dherave nuk ka rival? Ka të drejtë. Ka të drejtë. I Tiranës thua ti? Po, ka të drejtë. Okay, pa. Sepse nuk ka. Por ka një qytet ama, një modest vogël lezetshëm pa shku në Durrës, si Shijaku, që bën përpjekje modeste të thjeshta për të imituar edhe kryeqytetin. Shijaku në fakt nuk ka një landfill të mirëfillt për trajtimin e metjeve, por ka diçka që është 100 herë më mirë se landfilli Vullnet për t'i hedhur mbetjet në cepin e parë që u del. Ku ka më bukur. Tani e kuptova çfarë kuptimi ka emri Shijak. Shijak këtu. Në rastin e Shijakut, fati i ka rënë fshatit Hardhisht. Hardhisht. Se që s'ke kaluar nga fshati Hardhisht. Si bi nga Hardhisht aty kur shkon? Po pse jo në Borak për shembull? Në Borak ose në Manskuri. Manskur. Po në Pjezë. Po në Gjepalaj. Po në Qavzotaj. Po në Rumenet. Likesh. Salmone. Salmon. Po, salmone. Kogjas. Karpen. Karpen është me nam. Metal. Bythën. Por, ka gjithmonë një por. Por, asnjëri nga këta fshatat nuk ishe fatin e fshatit Hardhisht. Sepse kompania, që bashkia i besoi tenderin e pastrimit, kur themi ja besoi, domethënë, ti, urime. Po, të gjithë ta kthejnë nga Hardhisht në Plehërisht. Dhe në fakt Pirania jon Freardërista udhëton drejt Hardhishtës për të parë se ç'po ndodh me mbetjet jetime fatkeqësisht të Shijakut. Shijak këtu. Shijak këtu. Po ja, Të gjithë qytetet, si çdo shtëpi e çdo familje e madhe, kanë hallet e tyre, por tashmë prej vitesh halli më i madh që ka Shijaku janë mbetjet që i gjen kudo në rrugët e qytetit. Kryetar, përshëndetje. Freardi nga emisioni Piranjat. Kam një pyetje për menaxhimin e mbetjeve në qytetin tuaj. Cila është pika fundore ku shkojnë mbetjet e qytetit Shijakut? Ka një pikë fundore sipas vendimit të Këshillit Bashkiak. Cila është kjo pikë? Në landfillin e Sharrës shkohet sepse është zonë e menaxhimit të mbetjeve për gjithë qarkun e Durrësit. Pra mbetjet e qytetit Shijakut shkojnë në Sharr. Kryetari e ndali retorikën për pak sekonda. Dhe me të drejtë, sepse është i vetëdijshëm që nuk po tregohet i sinqert me ne. Së pari, nëse tenton të futesh në sajtin e vendimeve të Këshillit Bashkiak të Shijakut, nuk është e mundur të marrësh asnjë informacion. Dhe së dyti, jo, mbetjet e Shijakut nuk shkojnë në landfillin e Sharrës, por diku më afër. Në këto momente, kryetari i bashkisë Elton Arbana angazhon shoqëruesin e tij të marrë rolin e operatorit personal. Jo për të dokumentuar intervistën që do të zhvillojmë me ne, po për të bërë një propagandë pa ndihmën e asnjë këshilltari, me gjas për ta dërguar në Tiranë te Goebbels i partisë. Por para se t'ju magjepsi me retorikën e tij populiste në asinkron me veshjen luksoze, kokë këmbë me Prada e me çantë Louis Vuitton, le t'ju sqarojmë pak se përse jemi duke e pyetur në oborrin e bashkisë. Dhe për këtë na duhet të kthehemi pak ditë pas në kohë. Më datë 27 shkurt 2025, Bashkia e Shijakut shpall tenderin për shërbim pastrimi, grumbullimi dhe depozitim të mbetjeve urbane dhe mirëmbajtje të hapësirave publike dhe varezave të qytetit, me fond limit mbi 1.2 miliard lek të vjetra pa TVSH për 24 muaj. Nga ky tender kuptojmë se Bashkia e Shijakut nuk ka as mjete për grumbullimin e mbetjeve të qytetit, por ky është problemi më i vogël. Pasi tenderi mban flamurin e kuq për mungesë konkurrence, sepse firma AMR e shpallur fituese më datë 8 prill 2025, është e vetmja kompani që ka marrë pjesë në garë dhe bashkia i ka pranuar ofertën e cila është 99.7% e fondit limit të vendosur.
Gjithashtu, firma kontraktuese ka parashikuar vendosjen e 341 kontenierëve dhe zbrazjen e mbetjeve çdo ditë me tonelata. Por këto kërkesa, që me sa duket janë thjesht sa për sy e faqe, nuk i përshtaten kompanisë private, e cila ka në dispozicion vetëm 4 mjete për këtë proces. Gjithashtu, burimet njerëzore përbëhen nga 30 punonjës, një staf i vogël që nuk dihet se si do e përballoj pastrimin e gjithë sipërfaqes së Bashkisë së Shijakut, duke llogaritur edhe fshatrat. Megjithatë, ta shohim pak nga afër punën e menaxhimit të mbetjeve të qytetit. Kryetari Arbana deklaroi se pika fundore e depozitimit të mbetjeve është landfilli i Sharrës, një lloj siç parashikohet edhe në pikën 1 të specifikimeve teknike të tenderit. Por a shkojnë vërtet mbetjet e qytetit Shijakut në landfillin e Sharrës? Në përgjigjen që mban datën 17 prill 2025, Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara për depozitim të mbetjeve në landfillin e Sharrës na informon se nuk ka ndonjë kontratë apo marrëveshje me Bashkinë Shijak për depozitim të mbetjeve urbane. Po ku përfundojnë plerat e qytetit? Për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje, udhtojmë pak kilometra nga qyteti i Shijakut në fshatin Hardhisht, aty ku me sa duket firma AMR në bashkëpunim me Bashkinë në mungesë të një vendi të posaçëm për të depozituar mbetjet, kanë krijuar një landfill ilegal që nuk përmbush asnjë kriter të një landfilli. Kjo është pjesa e parë, është hyrja. Siç e shihni, duna plerash të krijuara, i gjithë ujë, është ujë i krijuar nga shiu. Pas janë hapur gropat për të hedhur mbeturinat dhe më pas për t'i mbushur. Do të ecim pak hapa për të parë pjesën më të madhe të landfillit artificial krijuar nga Bashkia. Atje do të shohim që është bërë një krim mjedisor. Siç e shihni, mbeturinat janë edhe në rrugë. Nuk ka groposje, nuk ka djegje, vetëm mbeturina të hedhura anës rrugës. Më tutje, situata është më e rëndë. Plera të hedhura në natyrë, pranë vendbanimeve, pranë lumit, pranë tokave bujqësore, produktet e së cilave konsumohen nga banorët e zonës, gropa të hapura për të bërë të mundur mbulimin e mbetjeve. Nga kush? Nga vetë Bashkia me eskavatorin e saj. Në këtë hapësirë gjigande të kthyer në masiv mbetjesh, takojmë një zotëri që po mbledh bidona plastik. Si kalove? E jo t'ja shka? Po ai shoferi? Kapi grupun torësh, kemi shemi kapanon. Kam ca mbeturina që më kanë mbetur. Me i udhë këtej, po kisha frikën e këtyre të bashkisë, këtej edhe ti kisha pyet këta që po punojnë. Martin, kamion keni? Po, kemi, po puna shku me i qu, ato... Të me i qu me këtë, që? Po, dhe marrës telefon? Mirë, me herë ta kisha pyet tjerë mos ndimonde. Po këto që janë utut, bashkisë janë? Pra nuk jemi në Sharrë, siç tha kryetari, por në fshatin Hardhisht të Shijakut. Alo, përshëndetje. Si kalove? Kam i grupun torësh, kemi shëmbë një këshu kapanon, kam ca mbeturina. Me kamionat mëj nuk lejohet apo në të. Duhen këshu kamioqinat vogla me i sjell. Ti vetë ke këtë eskavatorin? Ma jojnë punëtor bashkjet. Nëpërmjet telefonit, punëtori bashkisë na instrukton mirë që disa mbetje që kemi për t'i zhdukur mund të shkojmë e t'i hedhim atje. Por kujdes. Jo me kamion të mdhenjë, vetëm me kamioqina, që mos të bijem në sy pra. Teksa bëjshim gati për t'u larguar, afrohet një makinë dhe ne shpresojmë që të na ndihmojë për mbeturinat tona. Si bëhet me sjell ca mbeturina, ca karton xhesa kështu. Kjo mund t'i marri të gjitha. Po, kam. Kam po zgjistiku me i çu. Po mirë, sa dojë? 100 e ke rrugën. Po. Minimumit. Imagjinoni sa e ka maksimumin. Jo, ajo që për 2 ditë, sa ti? Ore, po mos na vina i kontroll në bashkia në... A do të pasosh për rezervë? Po. Do ndalesh garanti? Ore, nuk ke punë ti më shokuim. Okej, dakor. Kjo makinë e bashkisë është apo ke private? Oro, po. Unë po them nuk ke punë fare. Unë vit marroj punën. Shoferi me sa duket që nga ndonjë nga ata punë mbaruarit e famshëm. Dhe që në orarin e punës me mjetin e firmës së kontraktuar për grumbullimin dhe depozitimin e mbetjeve të Shijakut bën pazare për të hedhur mbeturina të privatëve në territorin e bashkisë. Po fundja pse të mos e bëj? Kur vetë bashkia bëhet bashkëpunëtore me firmën për të hedhur e groposur mbetjet e qytetit në një zonë që nuk është e përcaktuar për një gjë të tillë. Në fshatin Hardhisht? Po, dhe kjo është situata. Meqense ju thoni në Sharrë, kjo është situata kryetar, no? Fshatin Hardhisht, Shijak.
Kjo është makina e firmës AMR, e cila po shkërkon mbetjet. Kjo nuk është në fshatin Ardisht. Dhe me këtë mohim të kryetarit Arbana, tani fillon ajo lloj fushate, ajo lloj propagande që ju nuk e keni parë te asnjë përfaqësues tjetër politik deri më sot. Në aty ishe, sot. Ja ku janë pamjet, unë pra o tregoj. Nëse është mashtrim, ipi makinës dhe shkojmë bashkë tani. Pra po thua në fshatin Ardisht. Jo, nuk është në fshatin Ardisht, sepse në fshatin Ardisht nuk ka një vend të tillë. Jeni gatshëm që të shkojmë bashkë ose me një përfaqësues nga bashkia? Tani unë jam aq i gatshëm sa dola nga institucioni i bashkisë dhe po të përgjigjem pa ju pyes se kush jeni, nga absolutisht po. Por për çdo gjë duhet ta bëni edhe me shkresë të merrni dhe përgjigje zyrtare. Ajo që unë ju kunjeva, për çfarë keni një kontratë me landfillin e Sharrës? Mbetjet tuaja hidhen këtu. E para nuk më të ofendoni dot. Jo, nuk të ofendova. Unë nuk e njeh kurrë. Bashkia e Shijakut, bashkë me bashkitë e tjera që janë në qarkun e Durrësit, shkojnë në landfillin e Sharrës se e keni çad në tender. Siç e përmendëm edhe më sipër, në specifikimet e tenderit pika fundore përcaktohet ajo e Sharrës, por realiteti që ju treguam në terren është krejt ndryshe. Këto mbetje nuk janë tuaja? Kjo nuk është fshatin Ardisht. Të mohoj kaq shpesh një gjë që është fakt, ose nuk e ka problem të gënjej, ose vërtet nuk ka informacion se në atë fshat eskavatori i bashkisë hap gropat dhe makinat e firmës e mbushin me mbetje. Kjo është një situatë të mërshme, se ne ishim atje sot. Dhe është fshati Ardisht po e përsëris. Nuk ekziston një gjë e tillë në fshatin Ardisht. Dhe e keni informacionin gabim. Pavarësisht se keni gjasa dhe merrni me subjekte të tjerë politik që edhe ju kanë çuar. Unë jam gazetar, nuk ju jeni gazetar dhe ju profesor emisionit Piranja transmeton në televizonin. Po, ju gazetar keni takuar dhe nga subjekti tjetër politik, Partia Demokratike në Shijak. Ju dhe do të bëni emision për këtë gjë. Megjithatë, përgjuar sot mua, kë kam takuar unë. Unë s'u kam përgjuar, se sa... Dini kë kam takuar unë sot. Jepi kryetari, jepi, mendohu. Si e dion që kë kam takuar? Jo, unë. Kë kam takuar unë, zoti kryetar. Por nejse, sa ta procesoj kryetari se kush ka takuar kë, sqarojmë për publikun se të vetmit persona që kemi takuar e biseduar janë zotria që mblidhte bidona për t'i shitur, shoferi eskavatorit bashkisë dhe shoferi i firmës private. Dhe nëse këta janë përfaqësues të Partisë Demokratike të Shijakut, më ndjeni. Nuk e kam ditur. Dhe duhet të shikoni që nga subjekti tjetër politik i vejnë flakën koshave të plerave dhe duhet të bëjnë politik me një parti që është subjekti i Partisë Demokratike dhe të bëjnë lajme të tilla në qytetin e Shijakut. Kjo është e mërshme dhe turshme. Në fshatin Ardisht, pa kilometra larg qytetit, eskavatori i bashkisë hap gropa dhe mjetet e firmës private pasi mbledhin mbeturinat i depozitojnë aty, duke shkelur të gjitha rregullat e duke kryer një masakër mjedisore, ndërsa kryetari jo vetëm që e mohon disa herë, por gjen rastin të denoncoj Partinë Demokratike si djegse e plerave. Dhe mirë bën që denoncon, por t'i marrim pak gjërat me radhë dhe të kuptojmë se pse hidhen mbeturinat në Ardisht. Si ka mundësi që mbetjet e qytetit të konfirmuara me dëshmi nga punojësi i automjetit dhe nga punonjës të tjerë këtu me eskavator që hapnin gropa për të hedhur mbeturinat. Ku e keni eskavatorin? Pra po të afrojmë, eskavator nuk ka. Jo, ku e ke eskavatorin? Jo, na tregoj, domethënë. Kemi gazetarin ton, të nderuar, që e ka dhe çunin mirë. Ku eskavator? Atëherë nuk ka video, nuk ka eskavator aty. Kjo është kamerë dhe ky është dron, dy pajisjet kryesore që ne përdorim për të xhiruar dhe për të paraqitur faktet e publiku. Telefoni është i fundit, këtu mbajmë vetëm pamje ilustruese të xhirimeve. Në rast se personi që do të kemi përballë do të mohoj faktet e do të bëj propagandë qesharake, njësoj siç po bën kryetari i Bashkisë Shijakut, të cilit ja tregojmë eskavatorin e shumë kërkuar. Po hap syt, po shikoj. Urdhëro. Ku është eskavatori? Sille pak telefoni zotri që qesh me ne. Sille. Po. E sheti zotri që qesh eskavatorin? Nuk e shikon, ë? Për punë vetë eskavatorit. Për punë vetë. Pra, lajmi pozitiv është se pavarësisht qasjes fillestare jo aq shpresdhënëse, shoqëruesi kryetari dhe di mirë se përse është një eskavator bashkie duke hapur gropa në fshat. Janë shumë interesant, sinqerisht. Gjë tjetër. Sinqerisht. Pra kemi një eskavator që as nuk e di se ku është dhe për çfarë është, po më fal. Zona e mbetjeve. Më fal zotri, më fal. Skavatorin, ju keni një pamje të një skavatori në një kodër. Ne kemi qenë gjesa atje dhe tipo ngulmon të gënjesh, domethënë dhe të mohosh. Një herë ta falesh që thu gënjen. Je duke më ofenduar. Kërkosh falje kur çikosh gjithë transmetimin, është e turshme, sinqerisht. Është e turshme për ju që dy herë po më thoni gënjen. Dakor, po tërhiqemi dhe po kërkojmë ndjes për fjalën gënjen. Le ta zëvendësojmë me një fjalë pak më të zbutur. Po na mashtron sy më sy.
Sepse në fakt, kështu po ndodh. Ne do transmetojmë çdo gjë. Po transmetojmë që filmojmë në vendin e ngjarjes. Skavatori që po thoni, që se di as ku është, mund të ketë një targ dhe diçka dhe shikoj, i kujt është skavatori. Ne kemi pari kujt është kryetar, po duhet ta shihni ju. Megjithse kështu si kanë shkuar punët, do mohoj dhe që është eskavatori i bashkisë së tij. Ka mundësi që atje është një landfill artificial në atë zonën që ju administroni. Kur një landfill ka disa specifika. Njëra është më e rëndësishme për ambientin, është 3 kilometra në vit të drejtë larg lumit. Ajo është ngjitur me lumin. Atëherë ka dhe diçka tjetër që jemi live. Jemi live. Jo, te telefoni, jemi live. Po edhe live mund të hym. Okay. Ka dhe diçka tjetër që gazetari thotë që duhet 3 kilometra larg. Për tjetër rrethuar me gjeomembran, ka disa gjëra specifike. Ka disa 3 metra thellësi argjill ngjeshur. Ne po themi që në Bashkinë e Shijakut nuk ka landfill. Po, edhe atje është krijuar një landfill artificial ku makinat e kompanisë AMR mbledhin mbetjet e qytetit dhe i shkarkojnë atje në rrugë, në gropa. Gropat mbushura me ujë se janë lënë bosh, nuk janë hedhur mbeturinat. Mbeturinat të lëna kudo, goma, lloj-lloj mbeturinash, televizor. Një person që shkon mbledh ato që gjen për të nxjerrë bukën e gojës. As nuk ka nga këto që shkojnë mbledhen. Në djeni të kësaj situate që unë po përmend. Absolutisht jo. Institucioni i bashkisë, menaxhimin e mbetjeve, evadimin e mbetjeve e bën nëpërmjet një operatori ekonomik. Makinat e këtij operatori i çon në këtë vend ku unë po them. Pyesni edhe operatorin ekonomik. Nuk thash që ka edhe fajin, po them që ju i zoti i shtëpisë. Unë jam i zoti i shtëpisë dhe ajo që di është që menaxhimi i mbetjeve, pra pastrimi i koshove bëhet çdo ditë dhe bëhet në mënyrë të rregullt. Çdo ditë. Dëshironi kryetar që të shkojmë 5 metra larg godinës tuaj te parkimi dhe janë plerat pa kosht hedhura në rrugë? Eja. Hajde. Tu është parkimi ngjitur që parkojnë punojësit tuaj. Ti thua pastrojnë çdo ditë koshat. Kryetar, po jam plot. Ku e ke? Hajde filmo me telefonin e kryetarit, meqense po gënjen Frardi. Pas kanë po dhe sot, sinqerisht. Jo, është e turshme, sinqerisht, se krimi është më i avancuar sa antikrimi, që të vinë shikoj çfarë kanë bërë. Është e turshme, sinqerisht, që të merrni kamionçin dhe ta hidhni atje. Të lutem. Kush ta hidhni? Ato që ju kanë sjell këtu për të bërë denoncimin. Rikthehemi me lajmin e fundit. Denoncuesi i Piranjave ka marrë kamionçinën dhe ka hedhur mbetjet e parkimi pranë bashkisë. Autoritetet urdhërojnë arrestimin e tij të menjëhershëm. Është e turshme, sinqerisht, dhe do lutesha shumë, meqense jeni edhe këtu prezant. Bashkërisht bëjmë punë vullnetare, ti pastrojmë. Unë kam bërë një punë vullnetare dhe kam pastruar me durët e mia përpara oborrit të një shtetasit zviceran me emrin Lotfi. Dhe pasi i pastruan pa marrë kamionçinë, pa u fshehur, thasët e mbushur me mbeturina i lam në derën e bashkisë për t'ju dhënë një mesazh që me sa duket u paska hyr nga njëri veshe, u paska dal nga tjetri. Që e ka po e njëjta dorë, po e njëjti gazetar. Sa po u bëra edhe manipulues në mbeturinash, i certifikuar nga Bashkia e Shijakut. Është ta përmenda me që më thënë bëjmë punë vullnetare, po unë s'mund vit pastroj qytetin e Shijakut. Jo, po kemi gazetar, kryetar, po tani thoni këto që kemi me kamionçin o burr. Po kjo është e turshme. Unë nuk thash që ke hedhur ti. Kush i ka hedhur? Ato që ju kanë sjellur juve këtu. Cilët janë ata? Miqt dhe shokët e tuaj nga katër rrugët e Shijakut. Më i avancuar sa antikrimi, është shumë më i avancuar sa antikrimi. Hera e dytë e tretë që e përmend kryetari këtë frazë. Sa informacion paska për krimin, more, habitshme, Përfitoj nga rasti që jeni prezent, ti bëjmë thirrje dashakezëve që mos i vejmë flakën koshove të plerave. Ti bëjmë thirrje dashakezëve. Është bërë një masiv plerash dhe ju thoni koshat e plerave? Ti bëjmë, po them për masiv. Ti bëjmë thirrje edhe dashakezëve të tjerë që pas kanë marrë një kamionçin, na e pas kanë hullur masiv në mes të qytetit, pranë lumit. Në mes të qytetit, sinqerisht është. Po flas për masiv mbetje kryetar, jo për kosha. Por atë gjën që the tek Zviceriani, mos shkoj atje. Po sa më të vetëm thashë kanë pastruar me duar, se më the hajt bëjmë punë vullnetare, pastrojmë këtë. Unë do e pastroj këtë. Që edhe makinat këtu? Po kush i hedh? Po ne të dy do pastrojmë të gjithë mbetjet që hedh Partia Demokratike. Rikthehemi sërish me lajmin e fundit. Duket se betejat politike në Shijak kanë arritur nivele të paimagjinueshme dhe grupet e sabotazhit të opozitës po kryejnë çdo natë veprime armiqësore në dëm të pushtetit popullor. Jo vetëm politik tani apo do zgjidhim hallin e masivit të mbetjeve që është në fshatin Ardhish? Neve për aq kohë sa ka njerëz të
tillë që bëjmë politik, duke na hedhur një kamionçi në mes të parkimit dhe thua 10 metra, 20 metra nga Bashkia e Shijakut, shiko se si janë mbetet, kjo është e turshme sinqerisht. Po për masivin e mbetjeve në Ardhish çfarë do bëjmë? Që makinat e firmës AMR që keni tenderuar, mbledhin mbetjet e qytetit dhe i hedhin atje. Çfarë do bëjmë për këtë gjë? Në fshatin Ardhish nuk kemi asnjë landfill që s'ka landfill fare pra. Po të them, në fshatin Ardhish është një zonë pranë lumit në të cilën makinat e kompanisë AMR pasi mbledhin mbetjet e qytetit, i hedhin aty në rrugë, në të gjithë zonën. A di pse them? Ti më e përgjigje për këtë. A di pse them se në fshatin Ardhish nuk ka lum, prandaj po them. Pra mos i referoni, mos është në një vend tjetër, ma bëni me dije dhe unë prapë ju pres këtu nesër në orën 10. Jepi fakte sa të duash, po nuk beson që nuk beson. Por ne nuk dorëzohemi asnjëherë. Zoti Arbana, kjo është pika e mbetjeve. Kjo këtu, Ardhish. Këtu thot Ardhish 17 minuta larg. Nga këtu, nga lokacioni ku lokacion, nga këtu ku jemi 17, jo nga Ardhishta te pika. Ofrojmë kurse trajnimi për përdorimin e Google Map, çmime të lira, çmime konkurruese. Mos nguroni. Më fal, është lum ky zoti kryetar? Se nëse unë jam gabim, ne ishim te lumi, ju thoni s'është lum. Dakor, do ta verifikon. Nëse është kështu. Dakor. Do merrni masa? Absolutisht, nëse është kështu po. Falenderoj. Gjithë mirë, të uroj ditë mbar. Më në fund, kjo ishte e gjitha. Flor, në kohët e sotme është gjithmonë më vështirë për artistët, për profesionistët që të bëjnë emër, apo të dallohen sigurisht nga turma. Por... Ka gjithmonë një por. Të lutem. Është një fallxhore në Kosovë që po trazon industrinë e fallit me një teknikë të re, të pa dëgjuar më parë. Hanjer. Nuk të sheh dorën. Nuk të sheh letrat. Nuk të sheh kafen. Por të sheh fasulen! U më i dojnë a rofsh 1000 vjetë, u bëv dita 1000, thash se shihte atë që shkakton fasule. Ajo më shumë dihet, është odë fasule. Po jo, ka që dhe ftohtë natën këto ditave. Ua që më the, më i dojnë a faleminderit. E një Flor, të lutem, a e kupton ti? Universi, perëndia, gjithësia, si pasaj flasin nëpërmjet groshës. Bravo. Po. Bravo. Përgjigja nuk është më të yjet në qelë, jo. Është e fasulet në tas. Edhe unë, do më thënë, arrita parashikoj që se si do jetë fati dikujt që sa po ka ngrënë grosh. Ndihet ajo. Krijon një lloj. Ore, mos është paguar kjo nga këto fermerë të fasulës, ë? Se sot në kohët e sotme, çdo gjë është marketing. Kanë që kështu era propagandë ky muhabet. Grosistit ndoshta kanë bërë gjë. Shiko, ajo të gjen ty burrin që do marrësh. Burrin që ke marrë. Burrin që s'ke marrë, po kotën t'i gjen ajo, i gjen fasulje domethënë. Burrin që erdhi për të marrë po e mori një burr tjetër, se s'të fal fasulja. Jo, lëre pastaj të shkosh nivel pro. Me pllaçi, fasulje pllaçi. Ose si i thrasin ndërkombëtar pllafak. Të tregon edhe fytyrat e kalamajve aty te pllaçia. Ja ku jam. Edhe po ti je beqare kur del që andej pas tasit groshës, jo, t'ka dal martesa prej shefit. Piranja jon Edona shkoi dhe i bëri një vizitë interesante zonës fasule. Ska shumë lëkum. Falli, sehiret, rukjet janë disa nga termat e përditshme të një pjese të shqiptarëve, të cilët kërkojnë të zgjedhin hallet dhe problemet përmes këtyre metodave. Dhe kuptohet, për këtë paguajnë tek personat që pretendojnë se janë të aftë të kthejnë në mbarësi jetën e tyre. Por ka raste që dikush e kupton më shpejt që asnjë fuqi magjike nuk mund ta ndryshojë të ardhmen. Si në rastin e kësaj studenteje, e cila shpejt e ka kuptuar që ajo dhe shoqet e saj kishin rënprerë një mashtrimi. Ku shkojtë që e faltore, nga merë porët edhe veç në rrënë. Jena student, jena qika 3, gabimi jana që jena shku, po kena me ndur si krejt bre që shmendojnë ka njëve që mund është me gjithë zgjidhje që aty, po që na ka mashtru, na ka këput, na ka tranutu na rajtë, në nënë stop. Vajza, po na tregon për një fallxhore nga Prishtina, pjesë e komunitetit bosnjak, e cila ka një metodë tepër interesante, pasuljen, ose si që thojnë në Tiranë, grosh. Dhe me këtë metodë e kam pësuar keq disa bashkëmoshatare, mes tyre edhe shoqja më e ngushtë e denoncueses tonë. Pëllerat shoqën dhe me që ka do për doshurit,
Se kim se kjo për dike që ka femën tjetër e nuk ka më ku në ty ko krejt kohën bashke, pa lovëra rena që për një me dëbujnë me u që ditë. Strategjia mashtrimit të kësaj zonje me emrin e shenjtë Medina shkon për te një seance. Ajo i bind vajza që të shkojnë sërish. Sepse, me një takim të vetëm, duket se magjia nuk funksionon. Që të shten me shku prap të ajo, edhe pse jo me shku edhe nështë mi janë hap njerëzve sy që ajo në veç rena edhe nuk bën me japore të tu se veç të mashtron. Kur gjo hajt për të në nuk ka njëre. Kjo vajzë pa akuzon zonjën, por për të tjerët, ajo është një bamirëse e vërtet që me sa duket e ka në plan të pastoj gjithë Prishtinën nga syri i keq, prandaj me që edhe unë jam banore e Prishtinës, më mirë po shkoj vetë. Si? Da ke këshur një herë të qanë? Kur njetë. Me pësull me këshyra me falla, ke këshur një herë diçka, jo? Kur njetë. Hera parë, një shoqe për mes një këngëtares. Duesh me dhënë një ditëlindjen tonën, pa tjetër, edhe për aki bura frera. A një mentale, a një fmi. Pasi bamirësja ka mbaruar punë me porosit, ne jep menyn e shërbimeve që ofron. Ose me kafe, ose me pasull, ose duja qatë qysh dushte ja? Me pasull shifet ma fel me detajan. Por një kohë kogja gatë. Falli me filxhan nuk është për një kohë gjatë, mbrana 3-4 muaj maksimum, deri në 5 muaj. Pasullja dhe me Kur'an nuk është gjena me këshirë. Kom su pinoni s'tem. Ska një muna i sa? Mu për veti ja vazama. A i beson t'i kësojna? Unë e besoj. Që donë me t'ilshu do mesazha me zatë që e kam për pasullin, gjdo fjallë ka dalë. Mu veç zotin për një mu. Unë e veç që kom pasë Allahun me vetin, elhamdulillah, faleminderit për gjithka fetore, a vetja je fetore, citat, status, qysh me thonë, në Kur'an është, insani pa bo 40 vjetë kur lind, zoti e ka shkru pote. Mos e ka fjallën për 40 ditë? E jo për 40 vjetë, por kështu është kur ngatron fejt dhe Kuranin me hedhjen e fallit. Si të qoftë, me që me pasullin shihet me thellë dhe ne po e zgjedhim këtë metodë kaq interesante. E tash për kanti do për vete dhe për vete, për burrë, për... Pasulli shkon me 2 ditëlindje. E sa vjet ka fëmija? 3 vjet. Nuk më kalon kur me pa fëmijë. Që kjo që i halli që unë e kam. Te ti diçka ka ndalë, okej, djali ka 3 vjet, nuk ka ndalë që tash ose dje par dje. Ti s'ke pas problem diçka me krysa, me kryet. Smutja diçka. Është si depresion. A di që shpëm delti? Si u kanë diçka kogja keq, pa vullnet, pa fuqis, me zarje të ejt. Kur lajf se ke pa? Jo, vesh kur ka lind. Pa e kanë martu me qka? Jo. Qka shumë lakon. Ma mirë jesja që shje kanë, po hala nuk jarë vetëm. 5 hapa për para, 10 mrapa. 5 hapa për para, 10 hapa mbrapa. Rëndësi ka që të nisësh, se për të mbërritur, as që bëhet fjallë, si do qoftë, presim akoma. Ndoshta në fund do të arrim rezultatin e pritur, sepse tani vjen momenti që Medina na tregon për atë. Ai si shpirt si zemër nuk ka djali keq. Nuk e ka shpirtin e keq. Ai ndryshu krejt. U bën një tjetër njeri. Që djali zemër hala e ka pikën e doftë ty. Mundesh me thonë që ai ti don hala. Ti zemër mrena vetën ti hala ki shpresë më kthy me to. Djali është bllokum diçka. Veç që të bllokin mundet më kanë edhe pe lindje. Okej, skaneri partnerit të vajzës hallegjie? Që në këtë rast jam unë. Është kompletuar. Tani, na mbetet vetëm të gjejmë rrugën e duhur për ta zhbllokuar. Por ka edhe një problem. Zeshkani. Një djalë tjetër është zeshkan, është tepër oferta e mirë. Mos e ki tash dikan. Jo, nuk e kam kërkan. Oferta që të vjen i zeshkan, ofër te mos e hup. Tani jam bërë vërtet konfuze. Nga njëra anë Bjondi, nga ana tjetër Zeshkani. Vërtet dilemë ekzistenciale. Rëndësi ka që të mos dal pa burr nga shtëpia e Medinës. Qa po don ti me bo? Ti ki një plan diçka? Vis pe du fëmin ta. Zamar, tu keme kalu një rrugë me thera. Diçka ka me ndodhë të ti. Qa po më thu me bo që tash? Tash qëtë plan që a ki ti, a me lejmë rrugë policia qa po don me bo, ki me fitu. Në fakt, Medinës i drejtohemi se nuk i besojnë policisë. Kush më mirë se ajo, në gjithë Prishtina na zgjidh punë? Sidomos pas garancive që na jep në fund. Shpejt ki me më shkru ti mu një mesazh, ka mu bë te për mirë. Ki me po që tu ki me fitu zemër. Ku ka me ka fëmija? Fëmij ka me ka të ti, to ti jep unë e bes edhe ti garantaj. Di 100%, di 1.000.000% ja besimi. Seanca ishte vërtet e dobishme. 1.000.000% garanci se do të kthehet djali dhe 20 euro hak pune. Mëse i merituar. 20 euro ke apo?
Po dhe që e kam unë një rastin me fëmijë, e di qa është e vlodi. Edhe dësh më kënë sport, veç me forcu vete, edhe veç me ecë rrugën e drejtë. Vetëm rrugë e drejtë nuk mund të quhet ky charlatanizëm me qëllim zhvatjen e njerëzve të dëshpëruar, të cilët kanë kërkuar ndihmën tonë. Ajo veç rrena edhe nuk bën me porët e tu se veç të mashtron. Kur gjo hajt për tëne nuk ka njëre. Jo me shku edhe nështë me jau hap njerëzve sy. Si e? Qila po të me këshyrë? Ti në realitet nuk e planë që... Në realitet nuk e planë që kom pashku me fëmija. Kujnë? Mu, Kaltrinës, që kom qenë këto. Ti më ke mashtru. Ma ti e Kaltrina një bjondë, në të. Realisht, ti më ke mashtru, se unë nuk kam fëmë. Unë jam e Luna, jam gazetare në misioni Piranjat. A i mashtron të gjithë. Jo, a i mashtron të gjithë njerëzit. Kjo është e palishme që po bëni, Zoj. Pse i mashtroni njerëzit o shumë e tërshme, dikush shpresante jo, zonja Medina. Kjo që e bëni ju është e palishme, ju përfitoni prej njerëzve, prej shqetësimit njerëzve, zonja Medina. Bamirësia e Prishtinës u mbyll brenda në shtëpi, pa na dhënë asnjë përgjigje për dhuntinë e saj, që gjoja zgjidh hallet e njerëzve. Ajo që na mbetet është vetëm t'i bëjmë thirrje atyre personave që duan t'i drejtohen për ndihmë asaj, apo edhe të tjerëve si ajo. Mos u mashtroni, janë thjesht zhvatës që pasurohen në kurrizin tuaj. Nuk e di pse s'hapim i klapneve. Pse nuk hapim i klapne dy? Ti kërcen unë miksoj? Jo. Më falë se kisha një domate në vesh edhe po bërtisja, po bërtisja shumë. Se kuptova ç'pate, thash. Kisha domate se vim nga dasma. Hormonet, Vim nga dasma edhe... Kur na thoshin kur ishim adoleshent, e ka nga hormonet. Ka nga hormonet, atëherë s'kishte asgjë. Po nëse, të shtunën e kaluar, me një koreografi që ishte një shartim mes iluminatit të dasmave të jugut, krye se bepqiu jon, Edi Rama, qeli fushatën për zgjedhjet e 11 maj. Dhe natyrisht që nuk ka dasmë pa dasmor. Absolutisht. Kështu që vërshuan autobuzët me dasmor nga të 4 anët e vendit, vetëm se, një detaj i vogël i parëndësishëm, ngonte Nusja. Je në vete ti? Tani, Nusja vonohet gjithmonë, ndoshta do vinte më vonë, po. Moj dojnë atallësh ti apo ke seriozisht? Si? Po ai është vetë Nuse më, vetë dhëndë, vetë DJ, vetë krushk, vetë pronari i restorantit, vetë guzhinjer, po ai del para pasqyrës. Ore, më dëgjoj. Del para pasqyrës dhe i thot vetes, sa lek do i hedh vetes time në dasëm. Shet për qeu tash, ë? Në fakt, ai zgjedh me veten. Kush do japi makinës të Nusës, kush do jetë shoferi, kush do jetë Nusja, kush do ulet mbrapa. Dhe duke qenë se ky detaj i vogël të humbi pak, ne dërguam për krushk në Fier piranjën ton Avin për shoqëruar çik dasmorën për vend çik rregull. Sepse ajo kënga Vish fustanin me toka, hajde dhe moj fjera keja, kushtable, kushtable. Kushte dhe moj. Shion ndryshe kjo kur e kërcen në sytë e Skënderbeut, në sheshin Skënderbej. Më falë, se tashi, po ma ashtu, cili Skënderbej, ma sjeroj qik? Po si cili, qa thua, mo, qa thua? Po ishin 3 Skënderbej. Po si 3, mo, 1 Skënderbej ka. Ishin 3. Si 3. Monumenti. Po. Kulla. Dhe originale. A ishin bajti fjalimin. 3 palësysh Skënderbeu, do me thënë. Vish fustanin me toka, hajde dhe moj fjera keja, e kushtable, e kushtada, hajde dhe moj fjera keja. Të pasun dhe vajz në ndër të më vje
hije e fustanin që kishe veshur sa të kishte hije e dola ditën tjetër brota dyqan më dyqan e atë që kundis tjeta dosje. Partitë politike kanë ndezur motorët e fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Më 12 prill në orën 12 mes këngëve, valleve e hares e padyshim luksit të 12 viteve në pushtet, socialistët kanë pushtuar sheshin Skënderbej për të demonstruar përpara gjithë shqiptarëve forcën e kësaj partie. Dhe padyshim për të prezantuar Shqipërinë e pasaportës europiane, ku pretendohet që përdorimi i administratës publike në fushata të jetë një tabu. Por me që ende nuk kemi hyrë në Europë, me sa duket na lejohet ta shkelim ligjin edhe për ca kohë. Por a është e vërtet kjo që sapo tham, apo thjesht një legjendë urbane? Në realitet ne e kemi dokumentuar këtë në Athinë, në Milano, në Selanik, ku administrata spostoi fundjavave, duke u privuar nga jeta pranë familjeve dhe qetësia e ditëve të pushimit. Dhe kjo metodë e kthyer në traditë nuk ishte se si të mos përsëritej edhe me mitingun rreth yllit më të shndritshëm të Ballkanit Perëndimor. Kryetari i partisë më të madhe të Shqipërisë, Edi Rama! Ndaj për ta parë nga afër se si funksionon përdorimi i administratës në takime elektorale, vendosëm që një herë të vetme të bëhemi edhe ne pjesë e kësaj skuadre. E ku më mirë se në Fier, ku autobusët elektoral ishin rreshtuar për të nisur drejt Tiranës. Gati sa me emra njerëzore atje në rregull. Ju dyja jeni këtu. Venzili s'ka ardhur, ëh? Ky Dervishi tjetër Agroni ka ardhur. Ligori ka ardhur. Syria Greca. Mikhail Çopo. Tani me makina. Ermali është këtu. Jusarda Sako. Iliana Sako. Tavlan Saraçi. Vasilika Kalemaj. Arjan Kallashi. Armarin Doa ka ikur makinë. Elvira Çopo. Besmira Byrto. Elona Rutko. Okay. Hapi i parë për paranisjes së autobusëve është leximi me zë të lartë i një listë prezence me emra. Kjo me sa duket një mënyrë efikase nga Partia Shtet për të vërtetuar prezencën ose jo të personave të punësuar në administratë. Ky apel i çuditshëm tregon edhe një herë forcën e madhe që ka punëdhënësi, në këtë rast emisarët e Partisë Socialiste që premtojnë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Të gjithë këto emra janë punonjës të administratës së Fierit, por edhe të afërm të tyre të sjell nga vetë ata. Silvana Kaçaniku, Dritan Grilvi Sofie Gjeli, Aurel Metushi, Leonela Brahimaj, nuk janë. Aleksandr Pitri, Erik Levanaj, Ligori, është. Edmondi është atje, Alban Faj, Beatriz Zani, Melio Jaupaj, në makina, Florian Muça, Marior Grëmi, Rezior Tafa, Suzana Kuçukali, që nga Suzana. Shpresojmë që ata pak emra që nuk ishin prezent në apel të mos kenë pasoja pas këtij gabimi të rënd politik. Pas thirrjes së emrave, autobusët nisen nga Fieri në drejtim të kryeqytetit. Tashmë punonjësit janë besim plot se po përmbushin detyrat e tyre edhe pse janë në një ditë pushimi zyrtar, ndërsa të papunët kanë besim që do të kthehen të punësuar nga mitingu. Ku jam moj? Jam në Tiranë. Po kemi miting, kemi miting. Ka thiru i madhe i të Ky zotëri duket i entuziazmuar për pjesëmarrje në këtë miting. Vetë ai pohon se duhet të shkojë në këtë takim, sepse kështu ka kërkuar i madhi. Ai që do e fusë Shqipërinë në BE. Ka edhe nga ata që janë të papunë, e shpresa e tyre e vetme është bindja dhe ecja paralel me partinë, që në darkë të marrin telefonatën e shumëpritur. Unë jam kundër këtyre gjërave. E, pa ma të solli sot këtu? Unë prandaj themun që shuvi edhe si nga halli, po dhe qikëve... Dhe si nga malli. E kam... Në moment tani të më dhe unë po një dhe në temë. Edhe për ato e dua, të kemë... Kam premtu në i gjithë pak. Sa dua? Dua t'je qikë shumë, jo shumë të qëntosa, na? Edhe i shofi. Ata banë që para gjoja, po jo nuk e realizuar. Përna e shemë gjede, shtre interesi, ma me rëpikinat. Pse? Ta se ku po e dini këshu zvarë. Kush? Ta, jo të lejmërojmë, jo të shku, do të lejmërojnë ata vesë. Fushatat elektorale në vendin tonë për disa janë kthyer si vezët kinder. Kush e di çfarë surpriza gjen brenda? Ndërkaq, gjatë rrugës për tek mitingu, ky zotëri nuk kurset as pak të shfaq mosbesim tek partia që e ka detyruar të vinë në Tiranë ditën e shtunë. I kanë Pelko, se më bëgjit.
propagandën, edhe nuk shpendin. Vende pune pra, për kaq përfshihen në politikë shqiptarët, për kaq edhe e shesin veten te politika, shpesh në dëm të së ardhmes së fëmijëve të tyre. Në bisede sipër, zotëria nuk nguron të shprehet edhe mbi paftësinë dhe arrogancën e punonjësve të administratës. Ditë shkrujen, ditë ajo rria ditë prokuroria, ditë mësit, ose reja, mosha jote, më e pa fytyra, më lejon mua. Po të mia, është kompetente. Dhe me që ka krijuar besim dhe konfidenca me ne, më në fund na tregon se kush e ka detyruar të shkojë në miting. Kanare të miting ti thua. Këroja ime, dervisha, se ka dervisha e hu. Qarë është ky se nuk e njoft? Ai ka diçka interesi, se interesi në po shkon, ty qana vje. Në po shkon, barinia. Qa punon? Ai është moshatare, mosha ime. Ta fëmit, doni, ta shumë hajdere se po... I kanë thënë ati që të bëj njërë? Po pa tjetër, më, shmune unë socialist, jam po do vishës me. Po hajdere se do vine, po jo të shqip je këtu e shkona të dush. Ore, isha të të cilën prapë, po. Për dikë që është mësuar me të tilla metoda elektorale, kjo që pa duke gjëja më normale. Por për ligjet e shtetit, kjo quhet thjesht krim zgjedhor. Sepse bazuar në nenin 328A të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, detyrimi i shtetasve në varësi administrative kundër vullnetit të tyre ose në kanosje të përdorimit të masave administrative për të marrë pjesë në veprimtarinë zgjedhore të një subjekti zgjedhor përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjob ose me burgim deri në 6 muaj. Ndaj për këtë, nisur nga pamjet që kemi publikuar në rrjetet tona sociale, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier ka regjistruar procedim për veprën penale, përdorimi i funksionit publik për veprimtaritë politike dhe zgjedhore, dhe ka kërkuar nga ne vënien në dispozicion të gjitha materialeve të xhiruara. Gjë që tashmë e kemi bërë, me shpresën që këtij denoncimi do t'i shkohet deri në fund. Nëse do përpiqeshim të mbledhim bashkë të gjithë heronjtë që kanë ndërtuar këtë vend dhe që janë ende gjallë, do t'i gjejmë në radhë tek farmacia, me një çantë rrecke, me recetat në dorë dhe me shpresën që barnat që i duan t'i ambulojë skema rimbursimit. Dhe nëse nuk e mbulon, ai nuk do e marrë atë barn duke i lënë përparësi sëmundjeve të moshës. Por edhe nëse nuk i gjeni tek farmacia, do i gjeni në radhë tek abonet, në radhë tek banka, duke prirur shpërblimin që qeveria i quajti bonus i dinjitetit, 100 euro. Sepse për qeverin, digniteti një jetë të tërë shërbimin ndaj vendit vlen 100 euro. Me këtë shpërblim, shumë prej tyre do shlyejnë borxhet në fletoret e dyqaneve të lagjes, të tjerë do blejnë barnat që nuk rimbursohen dhe ç'të mbes pak gram ushqime më shumë. Të dalësh në pension në Shqipëri nuk është as pushim, as shpërblim, është mallkim. Pensionisti shqiptar nuk jeton, pijeton, përpiqet, përpolitet. Pushime verore janë luksi papërballueshëm. Udhëtimet më të gjata janë kur takojnë fëmijët, niprit e mbesat, dhe i gjithë bagazhi i dijeve të jetës dhe profesioneve të tyre zvoglohet tek dominoja poshtë pallatit, tek ato stolat pa drasa. Kjo grup mosh nis shkrihet dal nga dal, për ditë pak nga pak, në një vend që i thot, haj tani, voto për mua dhe ik bëu i padukshëm pa u ankuar. U premtuan rritje pensionesh, trajtim dinjitoz, mbështetje. Por çfarë morën? Qeveria mori votat dhe pensionistëve u dhan buk në bank dhe cirk në televizor. Pensionist në një kryeqytet ku nëse thret ambulancën i bie që ke zgjedhur të vdesësh në trafik. Pensionist që në vend të detit kanë liçenin artificial dhe për të marrë pak ajër të pastër disa rreze më shumë, duhet të bëjnë 90 minuta rrugë me 2, 3 ose edhe 4 autobus, sepse lulishtat e lagjeve janë kthyer në lokale. Në Shqipëri pensionistët nuk mbahen gjallë nga shteti. Ata mbahen nga fëmijët e tyre që kryesisht jetojnë jashtë, me një shuk lekësh djerse që japin dikujt në stacionin e autobusit ose në aeroport për t'ia çuar plakut ose plakës. Ata fëmijë që mund të ishin këtu, duke ndërtuar Shqipërinë. Dhe ironia është që prindërit e tyre janë atë të njëjtit njerëz që ndërtuan Shqipërinë. E bën me tuar, me djers, me fukarallëk, me punë falas të papaguar pa ditë pushimi. Dhe fëmijët e tyre kanë zgjedhur të mos kenë fatin e prindërve. Të atyre grave, burrave që presin radhën e trajse në dorë të ilaçeve, të aboneve, të shpërblimeve, dhe që për shtetin nuk janë asgjë më shumë veçse numra në një Excel të një shtabi patronazhistësh.
Ndaj herën tjetër që shihni një të moshuar duke nxjerrë nga çanta 40 lekë për në autobus, përpiquni t'i trajtoni ashtu siç do donim ne të na trajtojnë kur të arrijmë në moshën e tyre. Ne, do me thënë, kur themi ne edhe ju, nuk hani ushqime. Ju hani kriptonit, mëre. Po, kam një mik në Elbasan që u ka filluar të haj spinaq me pesticide i ka dalë një dorë tjetër. Dhe sot për herë të tretë do i kthehemi temës së ushqime me pesticide. Shive që këtë mollën? Fiks në gjyra? Po. Pse ke marrë mollën njërë, s'pe kuptoj? Do më thënë ti e ke me pesticide këtë. Shiko, kemi hyrë aq thellë në këtë temë, sa në fund ora duhet një kështu detoks i fuqishëm për ta nxjerrë nga sistemi. Po. Por qeveria e ka gjetur zgjidhjen. Bravo i qoftë. Është për të duar trokitur. Fantastike, po. Dhe zgjidhja është kjo. Pa më dhe ju mësoni tash, do jetojmë bashkë tash. S'ke çe bahat tash, do hash çika ashtu. Po Floro, kështu ka ida Floro. Po jo më tani, të lutem. Megjithatë, Flor, duhet thënë që në çdo të keqe ka një të mirë. Dhe lajmi i mirë në këtë rast është që pesticidet kanë dhe efekte pozitive. Si për shembull kurojnë pa gjumësin. Sepse ti i ha të ushqimet me pesticide? Edhe fle për gjithmonë, ka ca rezidenca këte nga Sharra. Të mira shumë. Na, e hëngre ti mo, ka fshove nasës të ngre do dhe amazës ka kush puf. Ku janë gjugjet? Nuk ka... Vit. Se mirë ploma dhe ikër, për dhe gjugjet. Na barbardhi im të lutë, mos. Sa pas ke ngrën më rëbur. Në molla e ka babi ftua. Brënda është talash fare. Që në klasë pare ngelin, dhe molla, nuk të kalon. Erdi babi ftoj, dhe, që ju si s'kalon djelim? E ke talash brënda fare thërë. Nëjse, tani, Borbarda, që doli si vjetë në kinema, nuk ishte mollë. Si mollë? Varianti, ua, më vjen keq, kishte mandarin me pesticide. Ja, nuk e besoj këta. Dhe ra në koma për 100 vjetë. Dhe mas 100 vjetësh nuk e gjeti njëri se kishin ndru adresat, si shë. Ka përshtypje se vitin tjetër do të bëhet një version tjetër i Borbardës. Po. Se dhe ky që thua ti është i vjetruar shumë. A ka mëm? Po. Borbarda do haj një domate. Domate? Po, domate. Sepse edhe sot do të flasim për domate në Borbardë. E cila është me? Hormone! Se e kënga. Hormone, hormonaga. Jalla, hormonaga. Mere, kështu me gzi me hare, mere. Po. Shumë mirë bën. Ti e ka fshon dhe dele edhe speci me hormone, gjysha me hormone. Gjysha nga e krusur. Na, se vdishë bjonë të nga fundë. Jep gjyshës krusur një domate me hormone që gjysha. është gjyshi. Bëjmë serios, është shumë serios. Real, është problemi rëndësishëm për të diskutuar. Tani, kush mendon? Për të diskutuar se zgjidhja. Neve, ta kalem si ta kalem. Neve kemi menduar se domate skuqen nga ndjelli, nga temperaturat, Po. Ose nga turpi. Po. Por kemi gabim. Skuqen sidomos nga hormonet, që janë të ndaluara në Bashkimin Evropian dhe që shiten Shqipëri kështu lirshëm fare. A doj kile hormon, mëse kena të mirë. Piranja jon Matilda Prendi ka investiguar një nga hormonet më të rrezikshme i ndaluar në BE që quhet etofon. Etofon quhet ky hormon. Po, siç thuan në Shqipëri mjesme, a je fon? Jo s'jam fon. Etofon domate me hormona. Etofon mosa nuk di ç'të. Fillimisht jam etofon. Pastaj etcof. Serios, lutem se. Për javë me radhë, ju kemi sjellë në vëmendje problematika të mpreta në lidhje me sigurinë ushqimore në Shqipëri, duke filluar nga prania e 35 pesticideve të ndaluara te produktet tona ushqimore, salmonelat e mishi i pulës, apo asgjësimi i palishëm i shpendove të ngordhur, por deri më tani asnjë mas nga institucioni përgjegjës Ministria e Bujqësisë. Dhe nëse mendoni se skandalet ushqimore dhe indiferenca e autoriteteve mbyllen këtu, e keni gabim, sepse një problem tjetër shumë i madh në vendin ton janë edhe ushqimet me hormone. Dhe pikërisht sonte do të flasim për njërin prej tyre, hormonin kancerogjen etefon. Etefoni është
një substancë që nuk gjendet në natyrë. Është substancë artificiale, e prodhuar duke përdorur karbon, ujë, klor dhe fosfor. Dhe ka efektin e pjekjes së frutave i prodhojnë bimët. Dhe tani, le t'u tregojmë pak për zanafillën e tij. Etefoni, ose acidi dikloretil fosforik, është zbuluar nga një grup shkencëtarësh, kimist dhe biolog amerikan në vitin 1963. Pas një dekade eksperimentesh mbi ndikimet në rritjen e bimëve, ekosistem dhe organizmin e njeriut, arriti të regjistrohej nga Komisioni Teknik Federal i SBA-s dhe u lejua të përdoret në të gjitha kulturat bujqësore që konsumohen pasi kalojnë në përpunim industrial, si dhe ato që konsumohen të freskëta, si domate, speca e tjerë, ndërsa në Bashkimin Evropian, përdorimi i tij u regjistruar në 1985. Përdorimi i etefonit ka qenë me interes të lartë për fermerët, pasi duke qenë se ka efekt për shpejtimi në pjekjen e bimëve, ata kishin mundësi të vilnin më shpejt të gjithë prodhimin dhe më pas ta shisnin me çmim të konsiderueshëm në treg. Por vite më vonë, ky përfitim i tregtarëve do të shoqërohej edhe me pasoja shëndetësore në organizmin e njerëzit. Sepse në vitet 90, pas analizave mjekësore të bëra në pacientët pas lejimit të përdorimit të produkteve që kanë si lëndë aktive hormonin etefon, u konstatua se ky acid ishte shkaktar i një sër çrregullimeve. Në radhë të parë etefoni ndikon në sistemin nervor. Acaron sistemin nervor të njeriut. Shfaq probleme në irritimin e lëkurës, edhe të ata që e përdorin, që do të përkatin bimët, po edhe të njerëzit të cilët kanë konsumuar bimë me ngarkesë të lartë etefoni, kryesisht ka kruarje në duart, në ekstrementet, të këmbët edhe në pjesën e kurizit. Ka studime të cilat theksojnë që një prezencë e lartë e etefonit për një kohë gjatë te konsumatori mund të shfaqë probleme të cilat pastaj sjellin sëmundje kancerogjene dhe tumorale të njeriu. Si pasojë, pas studimesh të njëpasnjëshme, në 2012 Komisioni Teknik i ngritur nga Parlamenti dhe Komisioni i Bashkimit Evropian arritën në përfundimin se produktet që kanë si lëndë aktive hormonin kancerogjen etefon, ku përmendim Grassrooter, Grand 48cl, Ethomex, Correct 510cl, Colpon e tjerë, duhet të ndaloheshin rreptësisht të përdoreshin në prodhimet bujqësore që konsumohen të freskëta, si domate, speca, pjepër, shalqi, rrush e tjerë, dhe të lejohen të përdoren në prodhimet bujqësore që konsumohen pasi kalojnë në përpunim industrial, si pambuku, gruri, duhani, elbi. Po cila është historia shqiptare e këtij hormoni? Për herë të parë në vendin tonë, etefoni është regjistruar me emrin Grand 48cl, i prodhuar në Greqi në 23 korrik 2012 nga Komisioni Teknik pranë Ministrisë së Bujqësisë, që drejtohet nga zëvendës ministri sipas urdhrit të ministrit të bujqësisë. Por a është regjistruar ky produkt në përputhje me ligjet në fuqi? Sipas vendimit të qeverisë shqiptare numër 1555 të vitit 2008 për përcaktimin e rregullave të regjistrimit të produkteve për mbrojtjen e bimëve, në zbatim të ligjit të Parlamentit shqiptar numër 9362 të vitit 2005, thuhet qartë, një PMB regjistrohet nëse përmbush kërkesat e mëposhtme, është regjistruar në 2 shtete anëtare të BE-s ose në një nga shtetet mezetare ballkanike të BE-s që kanë kushtet klimatike, agroteknike dhe mjedisore të krahasueshme me vendin tonë. Por Komisioni i Regjistrimit të PMB-ve pranë Ministrisë së Bujqësisë nuk e ka zbatuar këtë ligj, sepse 2 janë vendet e BE-s që duhet i referohej ky komision në këtë rast, Italia dhe Greqia ose njëra prej tyre. Por çfarë ndodh në këto vende? Etiketa greke e produkteve që kanë si lëndë aktive hormonin etefon rekomandon përdorimin e tij vetëm në kulturën e pambukut dhe në asnjë kulturë tjetër bujqësore. Gjithashtu, edhe etiketa italiane nuk e rekomandon përdorimin e tij në domate që konsumohen të freskëta, por vetëm në domaten për salcë. Ndërsa në etiketën shqiptare të produktit Grand 48cl thuhet se ai përdoret edhe në domaten për konsum, gjë që bie në kundërshtim me etiketat e 2 vendeve që u përmendëm më sipër. Gjithashtu në etiket thuhet se nuk është dëmtues për peshqit dhe bletët, një e pavërtetë e madhe, pasi produkti është helmues për të dyja këto specie. Për t'ju sqaruar, etiketa italiane është miratuar me dekret të presidentit të Republikës dhe ky vend, Komisionin e Regjistrimit të PMB-ve, e ka të atashuar pranë Ministrisë së Shëndetësisë, që përbëhet kryesisht nga mjek. Etiketa e miratuar nga ky komision firmoset nga Ministria e Shëndetësisë dhe merr fuqi zbatimi vetëm pasi dekretohet nga Presidenti i Republikës. Pra, i kushtohet një rëndësi shumë e madhe miratimit të etiketave të PMB-ve, njësoj si medikamenteve mjekësore. Por, a ndodh kjo edhe tek ne? Në Shqipëri, gjithë ky proces kaq i rëndësishëm i është lënë në dorë 5 agronomëve dhe në fund këtë etiketën nxjerr nga komisioni e firmos zëvendës ministri. Duhet pyet zëvendës ministri çfarë profesioni ka. Edhe këta agronomët duhen parë se kur e kanë mbaruar shkollën, çfarë notash kanë, çfarë përvojë kanë punë. Se mund të marrësh edhe diplomën agronome dhe nesër je kryeministër, po nuk e bën dot atë punë. Por edhe diçka tjetër. Në këtë komision nuk ka as edhe një mjek. Gjithashtu, për të regjistruar një PMB, importuesi dhe prodhuesi janë të detyruar ta shoqërojnë produktin me etiketën e vendit të origjinës,
Në këtë rast, Grand 48 CL, kur vjen në Shqipëri nga Greqia, patjetër që duhet të ketë etiketë të njëjtë me atë greke, në të cilën në mënyrë taksative shënohet që produktet me lëndë aktive hormonin kancerogen etefon duhet të përdoren vetëm në kulturën e pambukut, pa lënë hapësirë për opsione të tjera. Kjo, mirë që s'u zbatua, po sikur të mos mjaftonte, në 2014 etefoni është regjistruar edhe me një emër tjetër, Ethomex 480 CL, dhe po të shohim etiketën shqiptare të këtij produkti, në ndryshim nga vendet e BE-s, ai e rekomandon përdorimin e tij në domate që konsumohen të freskëta. Jemi akoma në kushtet që nga ana ligjore nuk ka ndryshuar asgjë. Ligji i vitit 2005 dhe VKM-ja e vitit 2008 janë në fuqi. Dhe siç ju a shpjegua më sipër, etiketa në vendin ton duhet të jetë e unifikuar me vendet e BE-s. Po ashtu, nuk ka ndryshuar as vendimet e Parlamentit Evropian, të Komisionit Evropian dhe të vendeve anëtare të BE-s për përdorimin e produkteve që kanë si lëndë aktive hormonin kancerogen etefon. Pra, kjo do të thotë se janë miratuar etiketat të këtyre produkteve nga Komisionet e Regjistrimit dhe zëvendës Ministri i Bujqësisë në kundërshtim të hapur me ligjet në fuqi. Por përveç kësaj, ata bien në kundërshtim edhe me veten e tyre. Në etiketën e produktit Ethomex thuhet se ky produkt është helmues për peshqit dhe bletët, ndërsa te produkti Grand 48 CL, që është po e njëjta lëndë aktive, etefon, thuhet se nuk është helmues për peshqit dhe bletët. Te Grasrutër ama shënohet se është mesatarisht helmues. E po, kur janë pa qartë edhe për këtë gjë, ç'të presësh më shumë? Si pasojë, në Shqipëri këto produkte janë përdorur në mënyrën më kriminale të mundshme në perime e fruta konsumi. Fermerët shqiptar nuk kanë asnjë njohuri për mënyrën se si përdoret ky kimikat, sepse nuk i ka thënë dikush që kjo gjë përdoret kështu. Etefoni përdoret 100 deri në 300 ml për 100 litra në përqendrimin 0,1%, që do të thotë në 1 litër ujë 2 ose 3 pika nga ajo pikatoria që i hedhim kalamajve te veshi atë ilaçin. Domthon kaqe. Për produkte tek të cilat ne marrin frutat, etefoni përdoret në spërkatje në ajër, domatja, molla. Ka fermerë të cilët marrin një copë pambuku, një leck, e zhytin aty taj lëngu që kanë përgatitur me këtë etefonin, pa e ditur fare as përqendrimin, atë 0,1% që thashon. Edhe me atë leckën i lyn domatet, i lyn produkti skuqet shumë shpejt dhe ai nuk pret këtë 2 javshin te domatja apo 10 ditëshin te molla, e vjel brenda 2-3 ditëve, sepse do t'i kalbet ai se i ka hedhur shumë kimikate ai. Në mënyrë që të mos i kalbet, edhe shkon e nxjerr brenda 2-3 ditëve e nxjerr te konsumatori. Po në momentin që ti ke spërkatur shumë me etefoni brenda 2 ditëve nuk ka kohë që të shpërbëhet në etilen, po ngelet etefon në frut. Kështu që ti e merr aty në tavolinë e konsumon, ti ke konsumuar etefonin, nuk e konsumu domaten. Më qartë se kaq nuk ka, ndaj me të drejtë na lindin disa pyetje. Çfarë etikete e ka shoqëruar produktin për të regjistruar nga importuesi dhe firma prodhuese e tij? Komisioni i Regjistrimit dhe zëvendës Ministri më datë 23/7/2012, a e kanë ballafaquar etiketën shoqëruese me etiketat greke dhe italiane, cilat kanë qenë arsyet që është shkelur hapur ligji nga komisioni. Shkelje shumë të rënda që kanë vënë në rrezik jetën e konsumatorëve, sidomos fëmijëve, grave shtatzëna dhe moshën e tretë. Ky vendim e pakta i papërgjegjshëm, me pasojat që sjell në shëndetin e njerëzit, përbën vepër të rënd penale në kufi të krimit kundër njerëzimit, ku janë të përfshira 2 palë, Komisioni i Regjistrimit të PMB-ve me zëvendës Ministrin e Bujqësisë, që kanë miratuar vendimin e komisionit dhe investitori së bashku me firmën prodhuese. Por kjo çështje nuk është hetuar asnjëherë nga autoritetet ligjore, edhe pse është ngritur si problem nga fermeri Bashkim Lika, i cili 2 vite më parë do të hapte një debat të gjerë në lidhje me përdorimin e palishëm të këtij hormoni kancerogen. Si pasojë e denoncimeve të vazhdueshme, më në fund, më 21 qershor 2024, Ministria e Bujqësisë vendosi të ndryshojë etiketat e këtij produkti, por t'ua bërë më të qartë. Nëse më parë produktet me përmbajtje etefoni lejoheshin të përdoreshin edhe në domaten për konsum, pas qershorit të 2024-s, në etiketat e tyre të ndryshuara, thuhet se këto produkte duhet të përdoren vetëm në pambuk, grur, duhan dhe elb. Pra, deri para vitit 2024, na pas bërë mirë etefoni. Gjithsesi, edhe pse Ministria më në fund veproi, këtu duhen bërë disa sqarime, sepse sipas të dhënave zyrtare nga ky institucion, në Shqipëri nuk mbyllet pambuk dhe gjithashtu gruri nuk ka nevojë për këtë hormon, për vetë klimën mesetare të ulëtësirës perëndimore që ja ofron të gjitha kushtet për rritje normale. Për sqarim, në kulturat e dritrave, hormoni etefon përdoret në vende të ftohta si Rusia apo Ukraina. Pra, edhe pse vendimi i Ministrisë së Bujqësisë synon të eliminojë ndikimin e këtij hormoni në organizmin e njeriut, në terren nuk ka asnjë efekt të tillë, pasi edhe sot e kësaj dite, ky produkt shitet për skuqjen e domates pa etiketë ndryshuar në farmacitë bujqësore të vendit tonë. Shive këta? Jo me te, me emër tjetër. Për çfarë përdor? Domate dhe kastravet, sa lek bën? 26. Pasi kemi paguar lekët dhe presim të na vi etefoni, pronari diçka nu hath dhe në momentin që punëtori i tij vjen me shishe në dorë, ai i bën me shenjë që të largohet.
dhe pretendon se nuk e paska në magazin. Jo, nuk paska, të mora dhe lekë. S'ka? Në kam falë të lekë. S'ka problem. Të paktën lekët po na i kthen. S'di ku mund gjej? S'po ashtu me jo, nuk të... Po ku të kanë gjellë dhe me. Në tentativën e parë, nuk arritëm ta finalizonim blerjen, pavarësisht se e dokumentuam, ndërsa në të dytën... E ke? Ja, shefe. Tani mua më tha për domate dhe a e përdorim? Ky është lëndë aktive kjo. Për skuqesh. Është i lejuar, është në vitrinë për skuqesh. Po për grurin për rritje përdoret? Jo, çfarë rritje gruri? Gruri është barë, çfarë rritje do përdorim dhe gruri? Sa lek më kjo? 25. Që thjesht ishte. Mjafton të trokasësh në dyert të këtyre farmacive dhe ky produkt shitet si buka që ham. Përse Ministria e Bujqësisë ka lejuar përdorimin e lëndës etefonit në produktet e freskëta bujqësore, duke qenë se Bashkimi Evropian e ka ndaluar këtë që nga viti 2012. Jo, se ka ndaluar. Që nga viti 2012 për produktet e freskëta bujqësore flasim për nuk e ka ndaluar. Frutat e tjerit. Nuk e ka ndaluar. Po mos ta kishte ndaluar Bashkimi Evropian, zoti zëvendës ministër, ju s'do ta kishit ndryshuar etiketën. Por mendoj se këtë e kemi shpjeguar mjaft qartë. Ai si lëndë qarkullon në Bashkimin Evropian, vazhdon të qarkullojë tek ne. Të gjitha këto kompani, bazuar edhe në abuzimet që bëheshin me këtë lëndë, është marrë vendimi në komision dhe janë përcaktuar saktë në etiketë se ku duhet përdorur. Nëse në teori thuhet kështu, praktika tregoi krejt të kundërtën. Por këtu përgjegjës nuk jemi ne që e blejmë me kaq lehtësi, por autoritetet e kontrollit që nuk funksionojnë, pavarësisht se zoti zëvendës ministër e mendon ndryshe. Çdo shkelës që nuk respekton etiketën dënohet sipas ligjit. Dhe këtë ne po e ndjekim në gjurmëshmëri dhe në vazhdimsi. Por a është e vërtet kjo që sapo dëgjuam? Ne nuk kemi asnjë lloj kontrolli në këto kompanitë që shesin kimikate. Ne nuk kemi një kontroll të fuqishëm doganor për hyrjen dhe daljen e kimikateve që përdoren në fushën e bujqësisë. Ne nuk kemi laborator për të bërë analizat edhe për të bërë kontrollet e këtyre substancave që hyn dhe dalin në territorin e Shqipërisë, përfshirë edhe këto domatet që janë me këtë etefon apo grurin. Dhe nga ana tjetër, ne na mungon dhe transparenca për procedurë. Ne nuk kemi fermer të cilët të mbajnë të dhëna çfarë bëjnë ata në fermë. Ka 350.000 fermer në Shqipëri. Nga këta vetëm 50.000, 60.000 janë të regjistruar që kanë edhe numrin e identifikimit. Edhe këta 50.000, 60.000 që kanë numrin e identifikimit, a kemi ne njerëz mjaftueshëm dhe teknologji të mjaftueshme që këta 50.000, 60.000 t'i kontrollojnë? Jo. I gjithë ky diskutim që po bëjmë mund të konsiderohet i kot për autoritetet e ministrisë, sepse për ta rreziku nuk ekziston. Etefoni nuk është një lëndë e rrezikshme në momentin që ajo përdoret. E rrezikshme është koha e karencës. Për të gjitha, se këtu s'ekziston fare një rrezikshmëri, ajo dëmton vetëm cilësinë e produktit. Nuk dëmton konsumatorin? Absolutisht. Etefoni e dëmtojnë konsumatorin sepse dëmtojnë sistemin nervor të njeriut, shfaq probleme në lëkurë. Bile studimet e fundit theksojnë që shfaq edhe probleme dhe në aparatin respirator. Në rrugët e frymëmarrjes sugjerojnë mos përdorimin e etefonit sepse ndikon në shtimin e sëmundjeve kancerogjene dhe tumorale. A është momenti që autoritetet ta marrin seriozisht dhe ta bllokojnë përfundimisht këto hormon të rrezikshëm? Unë nuk e shoh fare të arsyeshme që të përdoret fare, as edhe te gruri, as edhe te këto elbi apo ku dion misri, as edhe te tomatja për salcë. Nuk ka asnjë arsye. Shqipëria për shkak të klimës nxjerr 2 javë më shpejt nga fusha, prodhimi në fushë, gjithë produktet në krahasim me Maqedoninë, me Serbinë. Nuk ka asnjë arsye. Ne kemi mbërritur në fund të piranjave për sot. Ju lëm takim si gjithmonë mbas 7 ditësh, por para se të themi ato që themi çdo javë, kemi disa këshilla të vogla. Kujdes ju që blini votën, ju që doni të hiqni njerëzve të drejtën për të vendosur për fatin e tyre. Ju që po përfitoni dhe po planifikoni të kryeni krime elektorale, kujdes! Se piranjat kafshojnë! Që nga jugu në veri me të rëmjë e rësirë, në përfusha, në përkodra, për shëlenjë e kërsirë. Pra burra, hajpini, ore qast, për gjakallin në të erët, asesin e një rast. Hajpini dhe rëmbeni, pushti qepën, pushti arka, të paprek ju qeti treka, milioner ju suri tërka. Hajpini, rëmbeni,
Mushni ata, mushni